Zgjedhjet e 11 maj tashmë kanë një rezultat të certifikuar. Socialistët kanë shpallur fitoren, Berisha nuk I njeh zgjedhjet, thot masakër elektorale, por shifrat janë ato që na tregojnë të vërtetën e rezultatit të 11 majit, krahasuar këto me zgjedhjet e 2017-s apo të 2021-shit. Analiza e zgjedhjeve të vitit 2021-2025. Le të marrim zgjedhjet e vitit 2021, ato më të afërtat, por edhe ato ku u pa shumë shpresa për ndryshim, pas 8 vitesh qeverisjeje të Ramës. Të shohim 4 vite më parë për të gjetur ku janë votat e opozitës, ku janë votat e PD-s. Sipas tabelës zgjedhore të vitit 2021, PD ka rreth 620.000 vota, PS ka 768.000 vota. Kujtojmë se në 2021 nuk votonin emigrantët dhe LSI ishte jashtë koalicionit të PD-s garoje vetme. Nga partitë e vogla në 2021, socialdemokratët kanë rreth 34.000 vota dhe rreth 8.000 vota ka Bindja Demokratike, Lëvizja për Ndryshime Topallit ka 7.000 vota, Balli Kombëtar ka qenë më vete aso kohë rreth 2.000 vota, Partia e Myslimurizit rreth 5.000 vota, Nisma Thurje 10.000 vota në total. Të vegjëlit në atë kohë kishin rreth 60.000 vota të gjithë bashkë pa LSI-n. Një krahasim I zgjedhjeve të vitit 2021 me zgjedhjet e vitit 2025 na tregon se ku kanë shkuar votat e PD-s. PD ka 530.000 vota bashkë me votat e emigrantëve në 2025-ën. Po të merremi me analizën e votave brenda vendit, janë rreth 483.000 vota. Çfarë do të thotë kjo? Faktori LSI. Kjo do të thotë se PD-s I mungojnë afërsisht rreth 140.000 vota, por këtu mund të ishin edhe rreth 100.000 vota që ka marrë LSI-a në vitin 2021 kur doli më vete në ato zgjedhje, pra rreth 240.000 vota në total e rrumbullakosur. PD në 2021 kishte bashkë me LSI-n rreth 720.000 vota, janë rreth 40.000 vota më pak se PS-ja. Së pari në 2025-ën Partisë Demokratike në kuti mungojnë votat e LSI-s. LSI duket që ka vetëm rreth 10.000 vota në të gjithë Shqipërinë, ku Ilir Meta është rreth 8.000 vota në Tiranë, asgjë më shumë se kaq. Pra LSI është shkrirë një faktor I humbjes. Faktori PDU. E dyta Partisë Demokratike I mungonin votat e PDU-s, parti me 20 deri në 30.000 vota që Shpëtimi Drizzi e Katandisi me 2.000 vota. Koalicionit PD-ASHM I mungojnë nga 2021 jo vetëm votat e aleatëve, të cilat nuk janë të reflektuara fare në koalicion, por edhe të shumë partive të tjera në koalicion. Mungesa e votave nga partitë e reja. Në vitin 2021 kemi pasur partitë e reja që dolën nga Partia Demokratike, ishin Topalli, Bindja e Patozit dhe Partia e Murrizit, së bashku morën rreth 20.000 vota. Tani ishin brenda PD-s, përjashto Bindjen që është shkrirë. Po t'i shtojmë edhe këto vota të munguara PD-s në 2025-ën, për llogaritja shkon mbi 260.000 vota. Në 2025-ën kemi një tjetër fenomen elektoral të PD-s që është mundësia Agron Shehajt, që me një autobus dhe me të rinj në shumë qarqe I ka bërë gropën PD-s në mandate, por edhe ka futur 2 deputet. Janë rreth 50.000 vota që ka marrë Agron Shehaj. Në 2021 këto vota kanë qenë në kutinë e PD-s. Tani më janë jashtë kësaj kutie, I ka marrë mundësia. Janë votat që I mungonin PD-s. Shkojmë te një parti tjetër, Koalicioni Djathtas për Zhvillim, janë rreth 5.500 vota, të cilat kanë qenë në kutinë e PD-s në 2021, por tashmë nuk janë. Koalicioni Euroatlantik I Lulzim Bashës ka marrë rreth 20.000 vota, të cilat janë vota që duhet të ishin në kutinë e PD-s, por nuk janë atë kuti. Vetëm këtu kemi të bëjmë me rreth 75.000 vota që mungojnë, pra që kanë dalë nga kutia e vitit 2021 dhe janë renditur në 3 kuti të tjera. Gjithashtu shtojmë edhe rreth 50.000 vota brenda vendit të koalicionit Shqipëria Bëhet, që është qendrim opozitar. Ka marrë vota Djathtas, vota gri që duhet të ishin në thesin e Partisë Demokratike. Kutia e PD-s pa 140.000 vota. Pra me një llogari të thjeshtë, rreth 140.000 votat e munguara të PD-s nga 2021 janë të shpërndara, po të shtojmë edhe LSI-n e 2021 dhe aktorët e tjerë opozitar mungojnë jo pak, por rreth 260.000 vota. Ku shkuan votat e PD-s? Janë rreth 50.000 vota të Agron Shehajt, rreth 50.000 në koalicionin Nisma Shqipëria Bëhet, rreth 20.000 për Lulzim Bashën dhe partitë e tjera. Votat e faktorëve opozitar elektoral të shpërndar në 2025-ën, po t'i mbledhësh bëjnë totalin e votave që PD-s I mungojnë në kuti nga viti 2021. Por gjithmonë mungojnë 100.000 votat e LSI-s, që tashmë është një parti e shkërmoqur. Po të shohim këtu edhe votat e LSI-s që thuajse janë zeruar, Partia Demokratike e Sali Berishës dhe koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka thuajse të njëjtin rezultat në 2025-ën me atë të 2021-shit. Nuk ka ndonjë ngritje, por kanë rrjedhur votat e partive të vogla te faktorët e rinj elektoral. PS brenda vendit në 2025-ën ka 34.000 vota më pak se në 2021-shin. Pra nuk ka
një rritje për të thënë që shkuan te PS-ja votat e LSI-s apo të vegjëlve të 2021-shit, ka ndikuar në rezultat edhe ikja e shqiptarëve jashtë, po e lë mënjan votën e diasporës pasi këtë vete kanë kërkuar demokratët që të votojë diaspora. Nuk është se ka ndonjë diferencë të madhe, por ka dhënë një rezultat shumë më të keq me një diferencë prej 10% më pak. Pra në Shqipëri rreth 35% kanë votuar për PD-n dhe po të mbledhësh edhe aleatët e tjerë, rezultati shkon thuajse si në 2021-shin me një përqindje rreth 40%, ndërkohë emigrantët vetëm 24% e tyre kanë votuar pro PD-s dhe koalicionit ASHM. Votat janë në kuti, por nuk janë tek e njëjta, nuk janë te koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore, por janë të shpërndara te aleatët. Dhe po ti shikosh në Qarqe, në Fier, Elbasan, Tiranë, Durrës, Vlorë dhe kudo, koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore ka humbur dhe ka lënë pa frikë 7, 8 apo 10 mandate, thjesht nga partitë e vogla të dala më vete, siç është koalicioni Nisma Shqipëria bëhet apo Partia Mundësia, PSD dhe partitë të tjera, si Lëvizja Bashk, të cilat kanë marrë 10 e mira vota në përqarqe, thjesht duke goditur e dëmtuar Partinë Demokratike dhe aleatët e saj. Në Vlorë PS ka marrë 8.000 vota më pak se në 2021-shin, por e ruajti mandatin e 8, të 9-in e mori nga diaspora. Por PD ishte shpartalluar, Mundësia mori mbi 5.000 vota në Vlorë dhe Lapaj rreth 6.300, ja ku janë 11.000 votat që rrëzojnë mandatin e 9 të PS-s. Në Fier PS ka marrë 12 mandate, rezultat që duket historik, por ku i shkuan votat PD-s? Në vitin 2021, PD ka në Fier rreth 63.000 vota dhe 12.000 ka LSI. Në 2025, koalicioni PD-s ka vetëm 40.000 vota nga brenda vendit, me një përllogaritje të thjeshtë i mungojnë 35.000 vota, gati 45% e totalit të 2021-shit. LSI duket e shkërmoqur në Fier, pas një vot nuk ekzistoi si parti elektorale. PDU kishte ikur nga qëndrimi kryetarit Idrizi apo Mesila Dodës që ishin në listat e mbyllura të PD-s. Partia e Çamve ishte bashkuar me PS në bazë, që këtu PD dhe koalicionit të saj i kanë rrjedhur mbi 15.000 vota. Partitë e reja si Mundësia, Nisma Shqipëria bëhet kanë marrë një numër të madh votash në Fier. Mundësia pa diasporën ka rreth 4.000 vota dhe Adriatik Lapaj ka marrë 7.000 vota, janë 11.000 vota që është një mandat i lënë nga PD. PS ka 97.000 vota në 2025 dhe rreth 92.000 vota në 2021-shin, me një rritje prej 5.000 votash në total, por ka 3 mandate më shumë në 2025. Një njëjti fenomen si në Vlorë dhe Fier është dhe në Elbasan. Këto janë 3 qarqet që dhanë numrin më të madh të mandateve për PS-n. Fieri 12 nga 16, Vlora 9 nga 12 dhe Elbasani 10 nga 14. Socialistët nuk kanë më shumë vota se në 2021-shin, por kanë më shumë mandate pasi partitë e reja kanë ndërmuar PD-n dhe koalicionin e saj. Partitë e vogla dogjën mandatet e PD-ASHM. Pra për te asaj që pretendohet se është vjedhje, votat janë të shpërndara në kuti dhe mandatet janë djegur nga partitë e vogla. Ky është një fakt ku sheh edhe votat e socialistëve që nuk kanë ndonjë rritje të habitshme, përkundër diku më pak vota e të njëjtat mandate, gjithmonë pa diasporën. Arsyeja pse nuk u fitua dhe a duhet të ishin më shumë vota, pse opozita nuk mori revansh ndaj pushtetit të socialistëve në 12 vite, cilat ishin strategjitë elektorale të kryeministrit, kanë shumë përgjigje. Por përballë kemi fushatën e PD-s, të një liste të mbyllur të kontestuar, të një liste të hapur edhe më të kontestuar, të një lufte të brendshme, të një opozite që nuk ngjall shpresë. Nuk ishte garë, aty ku pati rezultati ishte më dinjitos. Votat janë aty në kuti. PD nuk ka marrë më pak vota se në 2021-shin, thjesht dhe vetëm janë të shpërndara dhe partitë e vogla për shkak të sistemit e kanë dëmtuar koalicionin ASHM me ndoshta 8 apo 10 mandate, të cilat do të bënin opozitën edhe më të fortë për të përballur me mazhorancën në parlament. PD katandiset me 50 mandate. Tashmë PD është katandisur me rreth 50 mandate dhe partitë e vogla që kanë dalë vetëm kanë marrë 7 mandate gjithsej, por së bashku me PSD-n janë rreth 200.000 vota, të cilat i mungojnë opozitës, i mungojnë PD-s dhe këto 200.000 vota janë përkthyer vetëm në 7 mandate, ndërkohë që në rast se do të ishin brenda kutisë së koalicionit ASHM mund të prodhonin shumë herë më tepër mandate se sa kaq. Tashmë shifrat flasin, tabelat e rezultateve e tregojnë faktin se Partia Demokratike përtej një humbjeje për shumë arsye. Njëra është e thjesht, shumicën e votave i ka aty, por ja kanë marrë partitë e reja që garuan në këto zgjedhje, duke i bërë një shërbim vërtet madhështor kryeministrit Rama në mandate.